Ka përfunduar projekti për rikualifikimin e hapësirës pranë gjimnazit publik Alidemi, i njohur më parë edhe si Çibani. Projekt ky, i cili ishte parashikuar ta kthente këtë hapësirë nga jo funksionale më parë në një hapësirë të gjelbëruar, plot pemë dhe lule të reja, por me sa duket, projekti në fjalë ka kthyer këtë vend nga Çibani vjetër në një vend ku edhe sot pas përfundimit të punimeve mbizotron betoni dhe nuk ka as pak lidhje edhe në dukje të parë me një hapësirë të gjelbërt. Kjo edhe për shkak se në të janë mbjell një numër vërtet minimal i pemëve të reja dhe vetëm kaq. Nuk ka asnjë shtim të hapësirave të gjelbëruara dhe jo luleve apo shkureve dekorative, të cilat do ta kthenin këtë vend në një vend plot gjelbërim. Në këtë projekt është shembur Çibani vjetër, e gjithë pjesa ku ai ishte ndërtuar është mbushur me dhe çakëll dhe zhavor dhe më pas e gjithë hapësira në total është betonizuar. Betoni është ngritur në një lartësi të konsiderueshme, duke u krijuar në formën e stolave për të pushuar. Praktikisht në të nuk janë vendosur as stola shlodhës, siç e parashikonte projekti më parë, por janë vendosur mbi beton disa dërasa druri në mënyrë horizontale të barazlarguara mes tyre për të dhënë idenë e një stoli, kur në fakt nuk janë të tilla. Madje në projektin në fjalë nuk ka asnjë ndarje, vazhdim të tij deri në kufit e trotuarit kryesor të bulevardit të Vlorës, për të dhënë impaktin se kemi të bëjmë me një projekt të unifikuar me këtë bulevard, por një hapësirë e madhe është lënë bosh, pa pasur asnjë plan të riabilitimit të saj, pushtuar nga barishtet dhe mbetjet inerte. Pranë rrethimit të gjimnazit Alidemi është krijuar një hapësirë e gjelbëruar, e cila në tukje nuk të ngjason as pak me diçka të tillë. Për shkak se ajo është kufizuar me beton, është mbushur me dhe në të nuk ka qoftë një lule të vetme dekorative të mbjellë. Ndërkohë që po flasim këtu për një projekt i cili arrin në vlerën e realizimit mbi 15 milion lekë, dhe ku në projektin fillestar ishte totalisht ndryshe i parashikuar, seç është transformuar tashmë. Imazh të kësaj lulishteje, siç ishte parashikuar në projekt, ta jep sot tabela informuese, e cila sigurisht tregon edhe detajet. Praktikisht janë harxuar miliona lekë të dhëna përkundrejt një firme e cila nuk ka realizuar projektin, siç ka marrë edhe fondin më parë.